Horoskopi për muajin qershor 2025. Horoskopi i dashit për muajin qershor 2025. Dashi, këtë qershor 2025. Jeni gati të përqafoni ndryshimin dhe rritjen. Me diellin në binjakët që ushqen sektorët tuaj social dhe të komunikimit, do ta keni më të lehtë të lidheni me ata përreth jush. Është një kohë ideale për rrjedhim dhe formimin e aleancave që mund të përfitojnë karrierën tuaj në planin afatgjat. Venusi në luan nxit përpjekjet tuaja romantike, duke promovuar pasionin dhe kreativitetin në marrëdhëniet tuaja. Megjithatë, keni kujdes nga Mërkuri retrograd në fund të muajit, i cili mund të shkaktojë keqkuptime. Financiarisht, hëna e plot në datën 14 ndriçon një mënyrë të re për të menaxhuar burimet tuaja, duke ju nxitur të buxhetoni me mençuri. Sa i përket shëndetit, Marsi në Gafore inkurajon një fokus në mirëqenien emocionale. Merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave të vetëdijes për të ruajtur ekuilibrin. Ndërsa Jupiteri vazhdon kalimin e tij nëpër peshore, partneritetet luajnë një rol vendimtar në arritjet tuaja këtë muaj. Qëndroni të hapur ndaj bashkëpunimit dhe do ta gjeni jetën tuaj personale dhe profesionale duke lulëzuar. Horoskopi i Demit për muajin qershor 2025. Demi, me qershorin 2025 që është një muaj dinamik, ndiheni gati të dilni nga zona juaj e rehatisë. Dielli në binjak rrit perspektivat tuaja financiare. Është një kohë e favorshme për të marrë në konsiderat investimet ose për të kërkuar udhëzime nga këshilltarët financiar. Venusi, planeti juaj sundues, në luan rrit sharmin dhe karizmën tuaj. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj në situata shoqërore dhe në ndjekje romantike. Shikoni për Mërkurin retrograd drejt fundit të muajit, pasi mund të prish planet e udhëtimit ose komunikimet. Hëna e re më 25 ofron një fillim të ri në shëndet dhe mirëqenie. Merrni në konsiderat miratimin e zakoneve të reja që mbështesin qëllimet tuaja afatgjata shëndetësore. Profesionalisht, Marsi në Gafore ju nxit të pohoni idetë tuaja me guxim. Kreativiteti dhe vendosmëria juaj mund të çojnë në përparime në punë. Ruani durimin dhe pragmatizmin për të shmangur konfliktet. Besoni në aftësitë tuaja dhe përqendrohuni në ndërtimin e një baze të fortë për përpjekjet e ardhshme. Horoskopi i binjakëve për muajin qershor 2025. Binjakët, qershori 2025 sjell një mundësi për fuqizim dhe reflektim. Me diellin në shenjën tuaj, ndiheni të fuqizuar dhe të gatshëm për të marrë përsipër sfida të reja. Ky është momenti juaj për të shkëlqyer, veçanërisht në ndjekjet intelektuale dhe projektet që kërkojnë inovacion. Venusi në luan i jep shije jetës suaj shoqërore, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për mbledhje dhe romancë. Megjithatë, keni kujdes për retrogradën e Mërkurit ndërsa i afrohet fundit të muajit. Mbajeni komunikimin të qartë për të shmangur mosmarrveshjet e mundshme. Financiarisht, hëna e plot nxjerr në pa ndryshimet që rrisin stabilitetin tuaj, duke ju nxitur të jeni më të disiplinuar me buxhetin tuaj. Marsi në Gafore thekson kultivimin e vlerave personale dhe aseteve emocionale. Është thelbësore të vendosni kufi dhe të prioritizoni mirëqenien tuaj. Ndërsa Neptuni ndikon në karrierën tuaj, kreativiteti mund të bëhet aleati juaj më i mirë. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të rafinuar aspiratat tuaja dhe për të ndjekur mundësitë që përputhen me pasionet tuaja të vërteta. Horoskopi i Gafores për muajin qershor 2025. Gaforia, qershori 2025 sjell një mundësi për të harmonizuar jetën personale dhe profesionale. Me diellin në binjak, fokusi është në vetanalizë, duke ju nxitur të reflektoni mbi arritjet e kaluara dhe qëllimet e ardhshme. Venusi në luan ndriçon perspektivat tuaja financiare, duke sugjeruar një rritje të ardhurave përmes përpjekjeve krijuese. Keni kujdes me Mërkurin retrograd drejt fundit të muajit, pasi mund të ndikojë në komunikimin në marrëdhënie të ngushta. Hëna e re në Gafore më 25 shënon një periudhë vetëri për të rritjeje. Përdoreni këtë energji për të filluar ndryshime që mbështesin shëndetin tuaj emocional. Me Marsin në shenjën tuaj, jeni të frymëzuar të ndiqni projekte personale me energji. Shmangni vendimet impulsive duke qëndruar të qëndrueshëm dhe të kujdesshëm. Ndikimi i Jupiterit nga peshorja thekson ekuilibrin në partneritete. Siguroni reciprocitet në marrëdhëniet tuaja. Një periudhë rritjeje është në horizont, e nxitur nga rezistenca dhe intuita juaj. Besojini instinkteve tuaja dhe qëndroni të hapur ndaj ndryshimit. Horoskopi i Luanit për muajin qershor 2025. Luani, qershori 2025 përgatit terrenin për vetëshprehje dhe kreativitet të gjerë.
Udhëtimi i diellit përmes binjakëve lehtëson bashkëpunimet produktive dhe forcon miqësi. Venusi në shenjën tuaj rrit joshen tuaj, duke krijuar momente të favorshme për romancë dhe lidhje personale. Megjithatë, përgatituni për kthimin prapa të Mërkurit më vonë këtë muaj, i cili mund të çojë në aksidente teknologjike ose ndërprerje të udhëtimit. Hëna e plot në datën 14 sjell mbylljen e një përpjekje të lidhur me punën, duke vënë në qendër të vëmendjes arritjet tuaja. Financiarisht, inkurajohet një qasje e disiplinuar, veçanërisht në ndarjen e burimeve. Me Marsin në gafore që ndikon në ndërgjegjeshëm, angazhimi në aktivitete të vetëdijes si meditimi mund të sjellë qartësi. Profesionalisht, Jupiteri në peshore nxit inovacionin, duke ju inkurajuar të mendoni jashtë kornizave. Jini të adaptueshëm dhe mendje hapur, pasi mund të lindin mundësi të papritura. Aftësitë tuaja udhëheqëse do të shkëlqejnë kur bëhet fjalë për frymëzimin e të tjerëve. Mbani një pikpamje pozitive dhe shikoni vizionin tuaj të shpaloset këtë muaj. Horoskopi i Virgjëreshës për muajin qershor 2025. Virgjëresha qershor 2025 inkurajon rritjen përmes përshtatshmërisë dhe eksplorimit. Dielli në binjakët ndriçon sektorin tuaj të karrierës, duke ofruar qartësi në rrugën tuaj përpara. Është një moment i favorshëm për të shfaqur aftësitë tuaja analitike dhe për të fituar njohje. Venusi në luan rrit ndjekjet tuaja shpirtërore dhe inkurajon praktikat reflektuese. Duke ju afruar fundit të muajit, Mërkuri në retrograd mund të shkaktojë ndërprerje, veçanërisht në kontrata ose negociata. Sigurohuni për përgatitje të plotë. Hëna e re bën thirrje për një fillim të ri në rrethe shoqërore. Përqafojeni këtë duke zgjeruar rrjetin tuaj. Financiarisht, Marsi në gafore tregon se bashkëpunimi mund të çojë në sukses. Partnerët e besueshëm mund të hapin dyert për burime të reja të ardhurash. Sa i përket shëndetit, rekomandohet vëmendja ndaj strategjive të menaxhimit të stresit. Eksploroni rrugë krijuese për të balancuar harmoninë tuaj në punë dhe jetë. Ndërsa ndikimi i Jupiterit për shkon peshoren, drejtësia dhe diplomacia do të ndihmojnë në kapërcimin e sfidave. Gjeni paqen e brendshme dhe lëreni atë të udhëheqë vendimet tuaja këtë muaj. Horoskopi i peshores për muajin qershor 2025. Peshorja qershor 2025 është një muaj rritjeje dhe kuptimi më i thellë. Dielli në binjakët fuqizon ndjenjën tuaj të aventurës dhe të mësuarit. Mund të tërhiqeni nga ndjekjet arsimore ose udhëtimet që zgjerojnë horizontet. Venusi, planeti juaj sundues, në luan sjell ngrohtësi në miqësi dhe lidhje romantike, duke siguruar gëzim dhe harmoni. Megjithatë, retrograda e Mërkurit mund të sfidojë qartësinë në çështjet financiare. Kontrolloni 2 herë detajet për të shmangur hapat e gabuar. Hëna e plot thekson ekuilibrin e përgjegjësive personale dhe profesionale, duke ju inkurajuar të krijoni një stil jetese të qëndrueshëm. Profesionalisht, Marsi në gafore nxit rolet udhëheqëse dhe edukuese, duke ju udhëzuar të mbështesni kolegët ose anëtarët e familjes në mënyrë efektive. Sa i përket shëndetit, përqendrimi në praktikat e kujdesit për veten do të promovojë mirëqenien. Me Jupiterin që vazhdon praninë e tij në shenjën tuaj, mundësitë për përparim personal janë të arritshme. Kultivoni durimin dhe vizionin. Duke mbetur i adaptueshëm, do t'i përballoni sfidat e qershorit me hir, duke rezultuar në përmbushje. Horoskopi i Akrepit për muajin qershor 2025. Akrepi qershor 2025 rrit transformimin dhe planifikimin strategjik. Dielli në binjakët përqendrohet në riorganizimin financiar dhe burimet e përbashkëta. Është një kohë për vetanalistë të thellë në lidhje me angazhimet dhe investimet financiare. Venusi pasionant në luan ndriçon aspiratat tuaja në karrierë, duke e bërë atë një kohë ideale për të shfaqur talentet tuaja dhe për të fituar njohje. Kini kujdes nga ndikimi retrograd i Mërkurit në planet personale drejt fundit të muajit. Vonesat janë të mundshme, prandaj ruani fleksibilitetin. Hëna e re inkurajon lidhje emocionale freskuese, duke ju nxitur të hiqni dorë nga ankesat e së kaluarës. Marsi në gafore motivon eksplorimin dhe udhëtimin për vetëzbulim, duke rinovuar perspektivën tuaj. Vendosja e kufive do të ndihmojë në udhëtimin tuaj të mirëqenies mendore. Ndërsa Neptuni ndikon në kreativitet, angazhohuni në hobi që frymëzojnë dhe qetësojnë mendjen tuaj. Jupiteri nga peshorja sugjeron që aleancat në sferën tuaj profesionale mund të jenë të dobishme. Përqafoni bashkëpunimin duke qëndruar besnik ndaj qëllimeve tuaja strategjike, duke siguruar që të arrihen momente të rëndësishme këtë muaj.
Horoskopi i shigjetarit për muajin qershor 2025. Shigjetari, qershor 2025 ofron një zgjerim të horizonteve dhe takimeve të gëzueshme. Dielli në binjak vë në qendër të vëmendjes partneritetet dhe bashkëpunimet. Ai inkurajon ndarjen e ideve dhe formimin e dysheve dinamike. Venusi në Luan siguron që kalendari juaj shoqëror të jetë i gjallë, duke e bërë atë një kohë emocionuese për romancë dhe përvoja kulturore. Ndërsa Merkuri është në lëvizje retrograde, tregoni kujdes në komunikimet në distanca të gjata ose planifikimin e udhëtimeve për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, hëna e plot nënkupton mundësi për rritje në investimet tuaja. Me Marsin në gafore që energjizon sektorin tuaj të shtëpisë, merrni në konsiderat rinovimet ose forcimin e lidhjeve familjare. Ndërkohë, ndikimi i Jupiterit nga peshori arrit aktivitetet në grup. Kjo energji komunale ju motivon të kontribuoni në shoqëri, ndoshta përmes rrugëve bamirëse. Kushtojini vëmendje ruajtje së një ekuilibri midis punës dhe jetës për të lehtësuar stresin. Lidhjet autentike dhe mendjehapuria do t'ju udhëheqin përmes energjisë transformuese të qershorit. Mbajini gjallë entuziazmin tuaj dhe yjet do të ndihmojnë në arritjen e lartësive të reja personale dhe profesionale. Horoskopi i Briciapit për muajin qershor 2025. Briciapi, qershori 2025, është një periudhë mbushur me mundësi profesionale dhe reflektim personal. Dielli në binjak aktivizon sektorët tuaj të punës dhe shëndetit, duke nxitur efikasitet dhe kujdes për veten. Venusi në Luan përqendrohet në lidhje të thella transformuese, qoftë financiarisht apo emocionalisht, duke ftuar ndryshime të dobishme. Merkuri retrograd më vonë gjatë muajit mund të ndërlikojë komunikimet, veçanërisht në kontrata. Kërkon shqyrtim të kujdesshëm. Hëna e re nxjerr në pamundësitë për përmirësim në rutinat e mirëqenies. Përfshirja e zakoneve më të shëndetshme do të sjellë dividend. Marsi në gafore ndikon në dinamikën relacionale, duke rekomanduar vëmendje për zgjidhjen e konflikteve në mënyrë diplomatike. Sa i përket karrierës, Jupiteri në peshore nënkupton përparime të rëndësishme, duke ofruar shpërblime për përpjekjet tuaja të planifikimit strategjik. Përqendrohuni në bashkëpunim për të optimizuar rezultatet dhe shfrytëzoni leadershipin tuaj natyror. Kultivimi i një ekuilibri midis vendosmërisë dhe relaksimit siguron sukses të qëndrueshëm. Përqafoni përshtatshmërinë dhe parashikimet e qarta për të lundruar me sukses në peizazhin e larmishëm të qershorit. Rezistenca juaj do të jetë çelësi në transformimin e ambicieve në realitet. Horoskopi i Ujorit për këtë muajin, qershor 2025. Ujori, qershor 2025 fton inovacionin dhe fuqizimin personal. Me diellin në binjak, kreativiteti lulëzon dhe nxit sipërmarrje të reja. Është një kohë optimale për të zhvilluar projekte dhe për të shprehur veten në mënyrë unike. Venusi në Luan përmirëson jetën tuaj dashurore, duke quar në marrëdhënie emocionuese ose lidhje të rinovuara. Kini kujdes nga Merkuri retrograd që ndikon në ndërveprimet në mes të muajit. Praktikoni durimin për qartësi. Financiarisht, hëna e plot nënvizon nevojën për balancimin e burimeve. Marsi në gafore ndikon në produktivitet, duke ju inkurajuar të krijoni rutina efikase. Ndjekjet shëndetësore të përputhura me kënaqësinë personale do të jenë më të dobishme. Mundësitë profesionale mund të lindin nga burime të papritura për shkak të pranisë së Jupiterit në peshore. Rrjedhimi rezulton i vlefshëm, nxisni lidhje që përputhen me idealet tuaja vizionare. Ruani fleksibilitetin për të përshtatur me perspektivat në ndryshim, duke kanalizuar idet progresive në rezultate kuptimplote. Ky muaj mbështet ndjekjen e ëndrave me bindje, duke ju lejuar të jeni pionier i rritjes personale dhe ndryshimit kuptimplot. Horoskopi i Peshqve për muajin qershor 2025. Peshqit, qershor 2025 thekson shërimin dhe vetanalizën. Dielli në binjakët inkurajon kultivimin e mjedisit tuaj shtëpiak dhe nxitjen e lidhjeve familjare. Venusi në Luan ju nxit të futni kreativitetin në jetën e përditshme, duke rritur gëzimin dhe spontanitetin. Ndërsa Merkuri në retrograd afrohet, jini të kujdesshëm në komunikimet në lidhje me asetet e përbashkëta. Financiarisht, eksplorimi i rrugëve të reja rreth hënës së plot çon në njohuri të dobishme. Marsi në gafore ngre fokusin tuaj në kujdesin për veten dhe përpjekjet artistike. Aktivitete si piktura ose yoga mund të fuqizojnë shpirtin tuaj. Ndikimi i Neptunit në shenjën tuaj rrit intuitën, duke nxitur zbulime të vlefshme. Profesionalisht, Jupiteri në peshore sugjeron rritje përmes partneriteteve, duke mbrojtur ekuilibrin dhe punën në grup.
Rilidhja me nevojat tuaja të brendshme mbështet qëndrueshmërinë. Këtë muaj, jepni përparësi mirëqenies emocionale dhe kreativitetit për të përballuar sfidat. Besojini instinkteve tuaja dhe lërini ato t'ju udhëheqin drejt mundësive që rezonojnë me aspiratat tuaja më të thella, duke të i kaluar të zakonshme në zhvillim të thellë personal. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.